Një kafe e pashërbyer u shndërrua në motiv për 2 vrasje të një pasnjëshme në Manzë të Durrësit, ndërsa policia thot se ka arritur të zbartë të plot dinamikën e krimit, ku Flori Paluçi, 33 vjeç, dhe Aranit Kurti, 23 vjeç, mbetën viktima pasi sherrri për ekspresin e fikur në lokalin ku po qëndronin u shndërrua në një konflikt nga fjalët tek armët. 4 persona u vunë në pranga me akuza për mos kallëzim krimi, ndërsa një i 5 u shpall në kërkim pasi dyshohet se është arratisur me Daniel Pepën. Ky i fundit, autori dyshuar i vrasjes së Flori Paluçit, pasi kishte ekzekutuar Aranit Kurtin. Pas veprimeve hetimore në vendngjarje, shqyrtimi të kamerave të sigurisë dhe ballafaqimit të dëshmive, grupi hetimor vendosi arrestimin e Ergi Kadiut, 25 vjeç, Eral Canit, 21 vjeç, si dhe 2 vëllezërve, Taulan dhe Emirjan Beqja, 37 dhe 34 vjeç. Policia thot se ka arritur të zbartë të plot rrjedhën e ngjarjeve që çuan në krim të dyfisht, që sipas saj nisi me debate fillimisht mes 21 vjeçari Daniel Pepa dhe kamarierit të lokalit për një kafe dhe më pas është përfshirë Flori Paluçi, i cili ndodhej aty me disa të njohur. Policia thot se pas përplasjeve verbale, Pepa është larguar nga lokali për të rikthyer më pas, i shoqëruar nga Aranit Kurti dhe Ergi Kadiu. Por ndërsa 3 të rinj kanë tentuar të futen në lokal, Flori Paluçi u ka dalë përpara dhe sipas policisë dyshohet se ka qelluar me armëzjarrim. Daniel Pepa, që po ashtu kishte armë vete, i është kundërpërgjigjur direkt, duke i qelluar dhe lënë të plagosur Flori Paluçin. Ky i fundit, sipas rindërtimit të skenës së krimit, ka qelluar me armëzjarri në drejtim të shtetasve Daniel Pepa dhe Aranit Kurti, që dyshohet se ka goditur me grusht në fytyrë 33 vjeçarin Paluçi. Mes plumbave, Flori Paluçi dhe Aranit Kurti mbetën viktima, sqaron policia. Policia e Durrësit thot se po vijon punën për arrestimin e Daniel Pepës si autor të një prej vrasjeve dhe personit që e largoi nga skena e krimit me 2 viktima për një kafe.